Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Ministri i Bujqësisë Andi Salla inspektoi punimet mbrojtëse në lumin Kalasa në Finiq. Kalasa është një nga lumet më problematik për shkak të prurjeve të larta që rriten brenda pak minutash, duke rrezikuar 850 hektar tokë bujqësore. Ministri theksoi se investimet janë jetike për mbrojtjen e tokës dhe garantimin e prodhimit bujqësor. Në Gjirokastër është inauguruar Qendra e Re Inovacioni Teknologjik, një bashkëpunim Shqipëri-Kosovë me mbështetjen edhe të Bashkisë së Gjirokastrës. Kjo nismë synon të sjellë një model modern dhe praktik të edukimit, duke u ofruar fëmijëve dhe të rinjve hapësira ku të mësojnë, të krijojnë dhe të eksperimentojnë me teknologjinë. Parku natyror Syri Kaltër vazhdon të tërheqë turistë të huaj fal bukurive të jashtëzakonshme natyrore dhe ujrave të kristalt. Vizitorët mbeten të mrekulluar dhe shpesh premtojnë të rikthehen, duke sjellë edhe miqtë e tyre. Ecuria pozitive e turizmit reflektohet edhe tek bizneset lokale. Në Gjirokastër ka përfunduar cikli 2 javor i rilevimeve nga studentët e arkitekturës, të cilët kanë dokumentuar nga afër disa monumente kulture. Ju njohim tani më gjërësisht. Ministri i Bujqësisë Andi Salla inspektoi punimet mbrojtëse në lumin Kalasa në Finiq. Kalasa është një nga lumet më problematik për shkak të prurjeve të larta që rriten brenda pak minutash, duke rrezikuar 850 hektar tokë bujqësore. Ministri theksoi se investimet janë jetike për mbrojtjen e tokës dhe garantimin e prodhimit të bujqësor. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zoti Andi Salla, inspektoi punimet mbrojtëse përgjatë lumit Kalasa në bashkinë Finiq, një prej lumenjve më problematik në vend për shkak të prurjeve të larta. Gjatë inspektimit, ministri u informua nga inxhinierët dhe autoritetet vendore se 2 kaskadat kryesore mbrojtëse, ajo e Vanës dhe ajo e Shelegarit, kanë përfunduar që prej 5 muajsh dhe aktualisht ndodhen në fazën e garancisë së punimeve. Ka një pellgu i mbledhës rreth 22.000 hektar dhe ka një prurje maksimale me 5% siguri, që do të thotë një herë në 20 vjet ndodhi këtë prurje rreth 274 m3/sekond. Dhe problematika ka qenë gjithmonë kaskada e parë është kaskada e Vanës, e dyta Shelegarit dhe me radhë janë 4 kaskada. Në dytë parat është bërë investim nga qeveria shqiptare. Kto shërbim për uljen e energjisë kinetike të këtij lumi, në mënyrë që brigjet mos të gryen, se po gryen brigjet pastaj do të gryen dhe ordinatorat rreth e qarkëta që janë gati 850 hektar që brohen. Ne na duhet që ta shikojmë edhe një investime të tjera që janë për 850 hektarët të tokave bujqësore, sepse toka bujqësore duhet bëhet nga ana e ministrisë, nga ana e qeverisë, në mënyrë që të gjitha fushat të jenë në funksion të përmerreve dhe të jenë mbjella pa rrezikshmëri dhe pa probleme nga përmbytjet. Inxhinierët konfirmua se projektet për 2 kaskadat e mbetura janë gati. Në Gjirokastër është inauguruar Qendra e Re Inovacioni Teknologjik, një bashkëpunim Shqipëri-Kosovë me mbështetjen edhe të Bashkisë së Gjirokastër. Kjo nisëm synon të sjellë një model modern dhe praktik të edukimit, duke u ofruar fëmijëve dhe të rinjve hapësira ku të mësojnë, të krijojnë dhe të eksperimentojnë me teknologjinë. Gjirokastra, qyteti i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, sot hedh një hapëtari drejt së ardhmes, duke u bërë qendër e dijes dhe inovacioni teknologjik. Në qytet është inauguruar një qendër e re inovacioni, një bashkëpunim Shqipëri-Kosovë me mbështetjen edhe të Bashkisë së Gjirokastrës. Projekti synon të sjellë një model të ri edukimi modern në jug të vendit, duke i hapur fëmijëve dhe të rinjve mundësinë për të mësuar dhe krijuar përmes teknologjisë. Sot ky qytet i mrekullueshëm, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, bëhet edhe qendër e dijes dhe inovacionit teknologjik. Sot për mua është një nga ato ditë që nuk harrohen dhe. Një ditë ku një ëndër e vogël që lindi me shumë besim dhe përkushtim, më në fund po merr jetë këtu, në Gjirokastër. Si mësuese gjuhës angleze për më shumë se 2 dekada, ndjej një përgjegjësi të madhe dhe besim të thellë ndaj brezit të ri. Gjirokastër ka trashëgimi, ka histori dhe ka kulturë. Sot po i shtojmë edhe diçka tjetër, mundësinë për të rritur me teknologjinë, me vetbesim dhe një të ardhme më të gjerë. Kjo qendër është për ta, për fëmijët dhe të rinjtë e këtij qyteti, dhe për mua kjo është gjëja më e bukur që mund t'i japim Gjirokastrës. Ne që kemi vendosur ta ndërtojmë familjen,
karrierën dhe të ardhmen këtu në Gjirokastër, i detyrohemi këtij brezi të shfrytëzojmë vlerat që mbar të eksperjenca e së shkuarës, të konsolidojmë të tashmen dhe të parashikojmë në mënyrë cilësore të ardhmen. Kjo nisëm sjell një hap të madh drejt arsimit më praktik dhe më të hapur, duke u dhënë nxënësve mundësinë të zhvillojnë aftësi që përputhen me kërkesat bashkëkohore. Ju siguroj që do kemi mbështetjen tonë, partnerëve tanë të Kosovës, për mbarvajtjen të mision tonin për të bërë fëmijë jo vetëm Gjirokastës, por gjithë Shqipërisë, qytetarë të denjë kësaj bote, me njohuritë të duhura, me trajtimet të duhura dhe me mundësitë që do i hapen gjatë këtyre studimeve. Innovation Academy nuk është vetëm një akademi, është një ekosistem. Pse e them këtë? Sepse fëmijët tonë, nxënësit tonë nuk duhet vetëm të jenë konsumues të teknologjisë. Ata duhet të krijojnë diçka përmes teknologjisë. Dhe ne dim këtë që ata din ta bëjnë më së miri. Ne vetëm duhet i drejtojmë sepse ata do ja dalin mbar. Prandaj dhe ne besojmë shumë në të rinj dhe të rejat, të gjithë shqiptarëve mbar botës ku janë. Fëmijët në Kosovë dhe në Shqipëri jo vetë që janë të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre kudo në botë. Mirë po, ata nga njëherë janë edhe më të mirë. Mjafton që ta kenë një vend ku ata shprehin kreativitetin edhe talentin e tyre dhe mjafton që të rrethohen prej njerëzve kaq profesionistë dhe kaq entuziastë që ta tregojnë këtë talent ta shfaqin para krejt botës. Vërtet unë e Fatbardha e kemi themelu Innovation Academy para 6 viteve. E kemi fillu vetëm unë edhe Fatbardha dikon me një 20 ose 30 nxënës. Mirë po, ne sot nuk e udhëheqim Innovation Academy. Innovation Academy dhe Yes Innovation Academy në Shqipëri udhëheqen nga nxënësit tonë të mrekullueshëm dhe nga stafi jonë i mrekullueshëm, të cilët çdo ditë po bëjnë që ëndrat e këtyre fëmijëve të ndryshojnë. Të ftuar në inaugurimin e kësaj qendre ishin edhe kryetari i Bashkisë Flamur Golemi dhe rektori i Universitetit Jaho Cana, të cilët vlerësuan këto nisma për të qenë më afër fëmijëve dhe për t'i drejtuar ata drejt teknologjisë, pasi qendra e re e inovacionit nuk është thjesht një hapësirë me kompjuter dhe programe, por një mjedis ku nxënësit do të eksperimentojnë, do të krijojnë dhe do të guxojnë të provojnë ide të reja. Sot unë jam si prind i dy çunave që përtej të mësuarit edhe përtej notës, patjetër gjithë prindrit, duan dhe dëshirojnë të jenë qytetar të denj për familjen, për shoqërinë, po patjetër edhe për qytetin. Shumë faleminderit Genci, që gjetët mundësinë edhe bë dhe Gjirokastrën pjesë të kësaj ideje, po them, në duke të thjeshtë, por që sikundër e tha Fatbardha, frutet do t'i marrim pak më vonë, kur kemi mundësi që të rinjtë e Gjirokastrës ta shikojnë edhe Gjirokastrën këtu edhe këtë vend si zgjedhje të parë për të jetuar, për të punuar edhe për të fituar. Vërtet ndihem shumë i lumtur për suksesin e profesor emeritës, ku unë kam nderin ta kem dhe krahun tim të djathtë si zënës rektore e universitetit. Ku dhe aty a shkëlqen me idet e saja. Por në ana tjetër të gjithë juve ndiheni vërtet të lumtur që kemi një merit në krahun tonë dhe që shërben qytetit. Ky projekt synon t'i afrojë të rinjt me aftësi digjitale që kërkon koha, duke i pajisur me mjetet për të qenë konkurrues në tregun e së ardhmes. Hapja e kësaj qendre konfirmon se Gjirokastra mund të shndërrohet në një pol të rëndësishëm të edukimit inovativ në rajon, duke i dhënë frymë të re formimit profesional dhe krijimtarisë së brezave të ardhshëm. Parku natyror Syri i Kaltër vazhdon të tërheq turistë huaj fal bukurive të jashtëzakonshme natyrore dhe ujrave të kristalt. Vizitorët mbeten të mrekulluar dhe shpesh premtojnë të rikthehen duke sjellë me vete edhe miqtë e tyre. Ecuria pozitive e turizmit reflektohet edhe tek bizneset lokale, të cilat ofrojnë një gamë të gjerë shërbimesh nga gatimet tradicionale dhe deri tek akomodimi i vizitorëve. Parku natyror Syri i Kaltër vazhdon të tërheq vëmendjen e vizitorëve të huaj fal bukurive të jashtëzakonshme natyrore dhe ujrave të kristalt, që e bëjnë këtë vend një destinacion unik turistik. Çdo vit turma vizitorësh vijnë për të shijuar peizazhet e paprekura, për të bërë foto dhe për të kaluar kohë në natyrë, duke e kthyer Syrin e Kaltër në një prej atraksioneve më të preferuara të jugut të Shqipërisë.
Për turistët kjo vizitë nuk është vetëm një eksperiencë e bukur vizuale, por edhe një mundësi për të njohur ambientin natyror dhe biodiversitetin e zonës. Vizita jo në Syrin e Kaltër ka qenë një përvojë e paharrueshme. Përveç bukurive natyrore, na ka impresionuar mikpritja e banorëve dhe organizimi i shërbimeve për vizitorët. Ndjejmë se çdo gjë është e menduar për t'i bërë turistët të ndihen komod dhe të shijojnë çdo moment në këtë park. Jemi të mahnitur nga bukuria e këtij vendi. Ujërat e kristalt dhe peizazhet e paprekura natyrore na kanë lënë pa fjalë. Atmosfera këtu është shumë qetësuese dhe çdo moment që kalojmë në park është një eksperiencë unike. Ecuria pozitive e turizmit në këtë zonë reflektohet edhe tek bizneset lokale, të cilat tashmë ofrojnë një gamë të gjerë shërbimesh për vizitorët, duke filluar nga gatime tradicionale deri tek akomodimi i tyre. Sezoni turistik duhet të thënë që ka qenë në përgjithësi në vijat e mira, domethënë njerëz ka pasur, lëvizja ka qenë e vazhdueshme, domethënë që nga fillimi i marsit e këtej ka pasur njerëz gjithmonë në rritje, gjithmonë në vazhdim në rritje. Bizneset kanë punuar, domethënë me ata njerëz që frekuentoheshin këtu, do të thotë që çdo vit ka pasur na pak rritje. Jemi përgjigjur njerëzve që kanë ardhur këtu, gjithmonë në rritje, kemi munduar të jemi në standardet që mund të kërkoj ose që mund të ofrojmë, përpiqemi për më të mirën. Janë shtuar kabinat ose dhomat për njerëzit që janë këtu, të cilat janë frekuentuar vazhdimisht, domethënë tregojnë që njerëzit duan edhe të qëndrojnë më shumë, domethënë se disa orë. Tani aktivitetet, po flasim gjithmonë për në liqen, që ka disa aktivitete me këto varkat, kanoet, njerëzit vazhdimisht i kanë frekuentuar, ecja në natyrë, janë disa kalime ose shtigje që i thonë, që njerëzit gjithmonë i kanë kalojnë dhe andeja për të shijuar natyrën akoma më shumë. Ky zhvillim i turizmit jo vetëm që fuqizon ekonominë lokale, por edhe promovon bukuritë natyrore të zonës, duke e bërë Syrin e Kaltër një destinacion të preferuar për vizitorët vendas dhe të huaj. Në Gjirokastër ka përfunduar cikli 2 javor i rilevimeve nga studentët e arkitekturës, të cilët kanë dokumentuar nga afër disa monumente kulture. Ky proces u ka dhënë atyre përvojë praktike në restaurim, ndërsa materialet e mbledhura do të shërbejnë për studime dhe projekte të ardhshme. Gjirokastra është kthyer në një laborator të hapur studimi për studentë të arkitekturës dhe dizajnit urban, të cilët për 2 javë me radhë morën pjesë në procesin e rilivimit të disa objekteve, monument kulture të kategorisë së parë dhe të dytë. U trajtuan në total një grup prej 8 objektesh, një hamam dhe një kish. Kryesisht objektet ishin në Gjirokastër, kisha ishte në një fshat në Kovë. Studentët kryen punime në rilevim arkitektonik, matje metrike, përdorimi teknologjisë, research në teren, duke bërë një analizë të tipologjisë së banesave, historisë, dhe më pas punuan teren duke i prekur, po themi nga afër këto objekte, ku jo vetëm i stërvit studentët, po dhe i frymëzon në fushën e tyre të projektimit. Është kthyer syri drejt trashëgimisë, duke parë dhe rritjen e turizmit, kështu që ky është një aspekt kryesor, forcimi, po themi, i politikave në fushën e restaurimit, po dhe bashkëpunimi midis fushës akademike dhe institucionale. Ky program i zhvilluar në bashkëpunim me pedagog dhe specialistë të restaurimit u ofron studentëve mundësi të njihen nga afër me teknikat profesionale të dokumentimit, analizës dhe interpretimit të trashëgimisë së ndërtimit të objekteve të ndryshme. Mendoj që ka qenë një nga eksperiencat më fitimprurëse, sepse është ndryshe kur ti e ke objektin përpara dhe mund ta prekësh vetë, mund ta shohësh vetë, mund ta eksperiencosh vetë dhe është një mënyrë shumë e mirë mësimdhënie. Mendoj që është një eksperiencë që ndodh një herë dhe do ishte shumë mirë që besoj dhe shkollat e tjera ta futin si praktik, pasi deri tani ne na kanë ndihmuar shumë dhe mendoj që mund të jetë edhe një nisje shumë e mirë për ata studentë që duan të vazhdojnë për restaurim të trashëgimisë kulturore.
Me përfundimin e ciklit të rilivimit, materialet e mbledhura do të përdoren për studim të mëtejshëm, projekte restaurimi dhe analiza akademike që synojnë ruajtjen dhe promovimin e vlerave arkitekturore të Gjirokastrës. Në Këlqyr, bashkia ka nisur një nisëm për mbjelljen e pemëve të reja që ndihmojnë në parandalimin e erozionit dhe zbukurojnë hapësirat publike. Janaqi Jani, përgjegjësi për mjedisin, apelon te qytetarët që të tregojnë të kujdesshëm për pemët e sapo mbjella dhe të kontribuojnë për mjedisin. Në bashkinë e Këlqyrës janë marrë masa konkrete për mbjelljen e pemëve të reja, të cilat ndihmojnë në parandalimin e erozionit, si dhe shtimin e pemëve dekorative në hapësirat publike. Përgjegjësi për mjedisin, Janaqi Jani, thekson se këto ndërhyrje janë pjesë e planit të bashkisë për përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe gjelbërimin e zonave urbane dhe ato rurale. Këlqyra ka një pozicion të tillë që midis dy lumejve dhe për erozioni është vetëm në anët e lumejve. Anët e lumejve janë në mbjell akacie, është pema më rezistuese dhe më mirë për erozionin. Përgjatë lumit Dëshnic, komplet është zona me akacie, edhe gjatë lumit Vjosa, po lumi Vjosa është më stoik, më qëndrueshëm, po thonë. Brenda qytetit janë mbjellë pemët që janë për zbukurimin e qytetit, vjen puna e krasitjes, mbahen në formë në çdo stin që bëhet krasitja. Ai i bën apel qytetarëve që të kontribojnë, duke treguar kujdes të madh për mjedisin, si dhe ruajtjen e pemëve të sapo mbjella. Duhet më shumë nga edukim për fëmijët, që të mos hedhin vend pa vend të letrat, mbeturinat. Nga bashkia duhet të sigurojmë pak më shumë kosha, që të sensibilizojmë dhe qytetarët. Ndërkaq, nisma për mbjelljen e pemëve vazhdon dhe përgjegjësia për t'i mbrojtur ato i takon të gjithë komunitetit. Bashkia Liboho vazhdon të ketë një kalendar të pasur aktivitetesh. Sipas specialistit të kulturës Arjan Çano, aktualisht po vazhdojnë përgatitjet për festat e 28-29 nëntorit me qëllim afrimin e qytetarëve dhe vizitorëve të huaj. Aktivitetet promovojnë traditat, gatime tradicionale dhe vlerat kulturore të zonës, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së identitetit lokal. Bashkia e Libohovës vazhdon të ketë një kalendar të larmishëm aktivitetesh, të cilat zhvillohen jo vetëm në qytet, por edhe në zonat rurale. Sipas specialistit të kulturës Arjan Çano, aktualisht po vazhdojnë përgatitjet për festat e 28-29 nëntorit. Këto aktivitete synojnë të afrojnë jo vetëm qytetarët, por edhe vizitorët e huaj, duke promovuar trashëgiminë dhe vlerat e zonës. Sigurisht që ne mundohemi që aktivitetet të kenë interes, sidomos për vizitorët, por edhe të jenë në ato periudha që ka më shumë vizitorë. Dhe mundohemi që aktivitetet i shtrim në teritorin e bashkisë, jo vetëm në qendër, por edhe në zonat rurale. Bashkia e Libohovës gjithmonë ka pas aktivitete për festat e nëntorit, duke qenë se tashmë është dhe trendi për të festuar një ditë në Tiranë dhe një ditë në vendin tonë. Në përgjithësi, festat e nëntorit kanë qenë më të lokalizuara nga turistët, sepse janë me një domethënie, ka interes për vendasit më shumë dhe pak më pak për të huajt. Aktivitetet përfshin promovimin e traditave vendase, gatimeve tradicionale dhe elementve të tjerë kulturor, duke e kthyer këtë në një mundësi për njohjen dhe ruajtjen e identitetit kulturor të Libohovës. Ne jemi munduar që të bëjmë aktivitete me domethënie, por kulturore dhe të trashëgimisë. Kemi bërë aktivitete si që është dasma Libovite që kemi zhvilluar tek shtëpia Avni Rustemit. Me këtë aktivitet ne edhe promovojmë shtëpinë muze, por edhe japim një traditë të hershme të zonës Libovës. Kalendari i pasur i aktiviteteve në Bashkinë e Libohovës ofron një mundësi unike për të njohur dhe promovuar traditat, kulturën dhe vlerat lokale. Nga qytetit e zonat rurale, këto aktivitete i afrojnë banorët dhe vizitorët, duke forcuar identitetin kulturor dhe duke rikthyer vëmendjen tek trashëgimia e pasur e këtij rajoni.
Qendra kulturore multifunksionale në Këlqyre, e cila funksionon prej vitit 2017, vijon të luajë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme sociale dhe kulturore në komunitet. Sipas specialistit të trashëgimisë dhe kulturës pranë Taulant Kristo, është vënë re një rritje e interesit si për organizimin e aktiviteteve, ashtu edhe për pjesëmarrjen. Në qendrën multifunksionale në Këlqyr, gjatë këtij 10 mujor janë zhvilluar një sër aktivitetesh sociale dhe kulturore. Ndërkohë, stafi po angazhohet maksimalisht në organizimin për festat kombëtare, bëri të ditur Taulant Kristo, specialist i trashëgimisë dhe kulturës. Kemi pasur aktivitete, kemi pas promovime dhe gjithmonë ka qenë në funksion të çdo gjëje. Dhe pjesëmarrja ka qenë pothuajse e mirë. Promovimi i librit të ishin tetorin roz, festa e Hullinit, aktivitetet e shkollave, për përgatitemi për festat e nëntorit, për sallën që të jetë çdo gjë gati, për zbukurimet, për çdo gjë që të jetë në dispozicion dhe në planet tona janë festat e fundvitit që po përgatitemi. Kjo qendër synon të fuqizojë integrimin e komunitetit, duke ofruar shërbime të ndryshme dhe duke krijuar mundësi ndërveprimi mes individëve dhe institucioneve. Kemi patur bashkëpunim dhe me organizatat e huaja për evente të ndryshme, të cilat ka qenë shumë të frytshme. Qendra kulturore multifunksionale në Këlqyr vijon funksionin e saj që prej vitit 2017, duke u bërë një pikë rëndësishme referimi për jetën kulturore të qytetit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.